Fëmijët I kishim hala pa fillu shkollën, në 4 vjeç, 8-6 vjeç, verë do hinda bit në klasë parë ideali. Dhe dita dielë unë përlexoja gazetën Drita. Ullë në divan. Ajo po shtonte drekën. Ashtu si ajo zhurma pijatave me lugë çok, ta të helbe menen. Po, u boni qëtësi. S'po njihet kur gjo, s'po njihet as lëvizja, as aja siç. Kërë instinktivisht qoj, ku qoj, ishe me shoqe ndjes pas në kom, pan tavolinës, I shkonin lot, ka qenë një buk, kështu 50 lek kushtonte, me thikë në dorë. Qohu, tha, prej e bukën, tha, se s'kon fuqi. Survejimi total, 24 orë, jasa e jemi, se dhe grua nga Kosova, ti e di. Pra, e kishte nga ona psiqike, nervore, e kishe në poshtë, e kishe qohu, tha, se nuk kon fuqi. Dhe në qoftë, tha, se duhet na arrestojnë, inshallah më arrestojnë mu, se ti, tha, je më I fort, fizikisht, shëndetësisht, dhe diqysh je bën hallin me këto fëmijë. I thash gru, thash, mos u mërzit se ne nuk na arrestojnë. Ai se kota I fjalë, edhe shokët e mi, mër Agimi nuk arrestojnë, ja bëni, më me thonë, ashtu ajo punë edhe e dinte, po hajtë mo, me kalu. Pra, ka qenë jetë, qartë temë. Megjithatë, ka pas njerëz që cilët në fru. Biletashi ma qunin dhe botoj një intervjist në atëre në Gazetën Nacional në Tiranë. Edhe më pytaj, a ke pas shok kolege që në Tiranë? Po. Kom pas 2 shok, Fatos Arapin, me cilën kemi bisedu për protokoll, nga kolekt. Edhe Gjevaji Svehujën, që thash. Ka pas e kolekt tjerë, kishë, ajo Pandeli Koqi me cilën rri edhe e një qynë nga vitin 1963. Edhe aj është afru, do më thonë, gjithmonë, ka pas edhe tilë, bile I kanë thonë, vetëm ka thonë, pse rritim atë Kosovarin? Po rrisë ko shkolek, këntar rrisë, do më thonë, deja të kanë rritë. Pra ka pas njerë të cilët në ma vonë një mënyrë ose tjetër e kanë pranu, bre, kishim qef me nej, me këshu, po kishim frikë, shqip, ta themi, kishim frikë, tha se ju keni qenë shënjesër, gjithë kohën kemi qenë shënjesër. Edhe gjithë kohën nuk dihet se çka janë ta Kosovarët. Dhe mund t'jenë agent hudbes, mund t'jenë këshu, mund t'jetë ashtu, të tjerë. Ti ke pas edhe të lashën tjetër se motra ka mbet këtu? Po, e plus, e binde Nazmija për turizm, tjera, dhe bëhen në kontrol ati, kështu tjera. A ke mendu në njëherë, në momentet më të vështira, se ndoshta duhesh me kalu, me ikë në Kosovë? Jo. Nuk e kom mendu, sepse ikja jeme ishe falimentim total I fëmijëve, I grusë e tjera, po bje fjala një. Po, une kur kom qenë kam përqëndrimi, kom ujtë me shku ndaq në Austri, në Itali, se 100 vetë, hik put qafen. Do më thonë, prej këtu nuk deli lirë në tokë të Jugoslavisë, më thashë, më s'ka marrë mali për tokë të Jugoslavisë, ka marrë mali për Kosovën teme, a do me të qitë në Italinë apo në Austri, I merë, që në atën I qitë që në atë, hik, po të qafen, me I degdis, më s'pën bëjnë. Për me vazhdu në Amerikë? Po, unë I thash jo, nuk du. E kam po pyetje në vetës, si kur të kisha shku në prendim? Nuk do isha ky që jam. Prendimi, nuk më kishë ngutë s'kush. Do gjesha një puna në dreqa në vitetesh. Po nuk mund të isha në pikpamit krimtarisë ose shkrimtar ky që jam. Pavarësisht
vujtjeve, izolimit e tjera, se dosja eme është 1128 faqe. Isha me një të burgosën politik që ka ndenu 10 vjetë, shoki janë, dhe nuk e lëshun mas 10 vjetë, po lëshun edhe 60 ditë ma vonë. Edhe unë i thosha, ojësat, këto 60 ditë i ke kamat për ato 10 vjetë. Me humor, shok të ngujëm. Edhe, na dhe me këtë burgosën, jo, agime ka tha një ndër dosjet më të mëdha, në sigurim tha, 1128, qa s'ka në atë dosjet? S'ka qatë dush. A ke me botu? Jo, se di një herë për një herë jo, nuk e di. Thonë një Zyliftar Ramizi, një kriminal në drejtori sigurimit erdhi. Unë i boj një letër komitetit qendror, i thëmë me më dhonë një pasaport me më leju me shku në Gjermani për me shku një roman. Edhe me taku edhe Shqipet se si jepshin viza sajne, nuk i jepshin me ardhë, nuk i lëshin. Edhe thotë ky tha ka dash me na prek pulsin neve me pa që do reagojmë. Ako dhe përgjithja. Më thonë, ti e kalon një kohë të gjatë në të dy shtetet, tu e kërku të drejtën për Kosovën. Dhe në vitin 1999, mas sa kohë kthehesh në Kosovë? Kur fillon bombardimet e tjera, po më thoshte, unë e mirësha me djemë, që iknin. Edhe qesh nismëtar krijimi një brigade, me djemë kujsish nga Gjakova dhe të tjerë. Dhe nga jo brigade u vranë 5 djemë. U vranë, në përleshje, jo u ekzekutunë, jo, u vranë, thamon. Edhe... U vranë ku? Në kufi dhe në përleshje me forcat. Dhe i me shohë që më thënë të more burë, tha, po del në orën 6 mjeset e po këthesh në orën 12 natës. Po më i grutësh. Dhe ja pishet qarë po bëhet. Ishe koha bombardime si gjatë. Djemët s'kishin buk me hongër, as kujdese se qanë të kush kryt për këta, që kishin hik edhe doshin më këthy me luftu për Kosovën e tjera. Atere mu desht me forma nga ma të ndryshme në të tjera me mundu mi ndet, mi strehu, mi ushqy, diko dhe mi vesh bësa, dike me quna të doktori, e tjera. Mora, i shkrova këtune që ishin diaspor, në Zvicër kisha shok, mi qunja 16.000 franga, ju gjeta një banes me qera, i stërhu aty, disa djemë. Ju thash djemë këtyre, që kuj keni, bleni mil, bleni vaj, bleni sheqer, bleni këto, bleni ato, oriz, këtu nuk është me dalë në për hotele, nuk kemi pare, që to i kemi njëherë, masa ne u desh me kryu në për Tirana të këtu dhe që me mbledh. Ju dhash edhe ka 50 marka, ishen gati 200 djemë të dhishin. Ka 50 marka me dalë, se djemë të ri, hajtë me dalë me pi një kafe në për Tirana për ashu. Nesëm, kur edhe i puna që u bo për mu këthy, po më thonë disa që i kishin për zonë, për i këtuvit, do gazetarë, do këshu, Kosovës se ke parasysh. O Bacakim tha, NATO e ashtu një javë, tha shty edhe ti një javë, tha në ndimo, do ishe në ndima, tha me gjete këshu. Ju thash që tash, me nërë më thonë, mas hani shumë, se ju tash sa keni marrë. Bacakim thash, ka 39 vjetë e 15 ditë që nuk është këthy në Kosovë. Me 12 qershor, unë do hy me Gjermanët në prizën. Me 12 qershor, thash ju, keni doni qka të keni qepë, rreni këto që shdoni, nda që rreni edhe kretë, se pa ja u shoj venin, me nëjtë në këtë Shqipti që i keni andru gjithë jetën, e me pa që shastë, e që shka qenë. Pra, mas 39 vjetë, 15 dite, unë hi këthene, e gjej Gjakovën, shkrum, e tjera. Ka në gjemë prej njerëzve që i njefë në Gjakovë? Në Gjakovë, 3 djemë të djallit
Hallës, dalit tezës. I kishin arrestuj po zharef se diku i patan majtë 150 jaguar. Gjej disa shok, gjej Qamil Geqen, shok klase, shok mahalle, të cilët ja kishin ekzekutu djalin, të vetmin djalë, të t'i kishin. Qatë them, gjej kështu, dhe unë e thom, erdha, shkrumin po ta laj me lot e mi. Edhe në fundin e kren me gurgullimin se mëso ma rrugën e më mos shafite me mua udhëve të botës. Kren, mëso ma rrugën të mos shafite me udhëve të botës. E bukur shumë. Me kaq po e përfundojmë. Pa.